Të nderuar ushtarë dhe oficer, kam derin që në këtë ditë të shënuar për çdo ushtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës në ditën e vetimit të përshëndet në emër të qeverisë përkohshme të Kosovës, në emër të ministrit të mbrojtjes të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në emër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe shefit të shtabit të përgjithshëm Agim Sheku. Dhe obligim i çdo shqiptari, i çdo qytetari, kudo që është në hapësirën kombëtare, që tani në këtë kohë të dhimbshme vërtet të mendoj më sjellë. Të mendoj se Kosova është një pjesë jo e vogël e trullit të shqiptarë, se është një pjesë për të cilën duhet mendojnë se gjithë shqiptarët kudo që janë, në gjithë hapësirën shqiptare, edhe në botën perëndimit, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Australinë e Lartë. Se gjithë duhet të mendojnë dhe të veprojnë njësoj, të mendojnë dhe të veprojnë si një kombë që dimë se jetojnë, dhe një kombë që dimë se luftojnë, dhe cila është rruga e jo. Rruga jo në këtë momente është rruga e luftës për liri, rruga e luftës për pavarësi, rruga e luftës për demokraci. Të utojnë shumë dhe të tjekin shumë, të përzihen nga trojët e tyre nga një armit barbar, të falenderojnë edhe për mundësin dhe për obligimin që natyrisht këtë kohë ja vjep ndërgjegjja e kombit, që ju të armatoseni, që ju të serviteni, që ju të ktheni në Kosovë dhe ta kryeni detyrën tuaj të shenjtë, ka shi popullit dhe atë veut. Neve në këtë rast ju themi, edhe si qeveri, edhe si ministri, edhe si shtabi përgjithshëm, ushtria shqiptare e Kosovës është ushtri jo partijake, është ushtri jo ideologjike, është ushtri që udhëhiqet vetëm nga një ideologji, ideologjia e shqiptarizmit, e cila na thret se gjithë nga do që jemi e si do si mendojmë dhe veprojmë, se mund kemi dhe ndoni mendim të kundër, por kur është çështja për liri, për pavarësi, për lufta deri fitore. Ju të shëroj shëndet, e fatë të mirë, rrugë të ushtria shqiptare e Kosovës, rrugë popullit shqiptar, u pasim të gjithë së bashku në Kosovën e lirë.